cilin ka ndarë së bashku beteja, ka ndarë së bashku ide, ka ndarë së bashku edhe filozofi, shtetëformimi, shteqeverisje, por edhe po ashtu edhe kulture dhe trashëgimie historike. Zotitare, sigurisht ky është një moment i vështirë kur një njeri me cilin ju keni kujtime të drejtë për drejta dhe të përditshme të paktën në 30 vite fundit, sot mbajnë omazhe për të. Si do ta kujtoni Artan Lamen dhe kush ishte lamja për ju si auron tashmë? Nuk është kollaj, domethënë, që të flasësh në këtë lloj dite, por unë dhe miqtë e ngushtë të Lames kemi vendosur që ta kujtojmë atë me duke qeshur dhe duke treguar histori, humori, sepse mendoj që ne ishim me fat që lamja ishte pjesë e jetës tonë private dhe publike, dhe shpeshherë i kujtojmë me humor të gjitha ato betejat e famshme, ato debatet që ne ziheshim, sepse fundit dhe kur ziheshim, pastaj mbas disa ditësh merrim njëri tjetrin në telefon se s'kishim kë merrim tjetër, sepse ne ishim ata që, si thua, në një farë mënyre hanim veten tonë për çështje të mirës publike. Lamja është një personazh i cili rrallë vjen në shoqëri, sidomos brezit tonë dhe brezit që do të vinë, do ta kujtoj me shumë interes, do të thoja unë, në thellësinë e viteve që do të vinë. Ata që do të vinë nga pas do ta kujtojnë me shumë interes për kontributin e madh që ai dha për trashëgimin kulturore, për koleksionin, ai ishte nga koleksionistët më të mëdhenj ndoshta të Ballkanit, do thosha unë, dhe ndoshta në Europë është unikal për ato që ka koleksionuar për Shqipërinë. Pra ka gjëra të jashtëzakonshme të cilat shpresoj shumë që ne miqtë e vet të afërt edhe me mbështetje tjetër të mundemi atë muzeum që ai filloi, ku do të sillte të gjithë koleksionet i privat, të t'i ngelej popullit shqiptar, kulturës shqiptare, dhe me shpresë që do mbyllet. Pra do të bëhet si një kujtimi, si një homazh për kontributin e tij për trashëgimin. Vite më parë, Lame kaloi një problem të ngjashëm shëndetësor dhe për fat të mirë atëherë mundi t'ia dalë. Dhe në shumë prej postimeve të tij të pas asaj kohe, ai shihte jetën që mund të kishte humbur. Edhe këtë herë, kur ai shkoi në spital për të marrë trajtimin e fundit, për të bërë një ndërhyrje, mendoi që ka menduar që do të dalë dhe që do të vazhdojë udhëtimin e tij. Cila ka qenë biseda juaj e fundit me të, kontaktet tuaja të fundit me të? Lamja nuk e mendoj kur që nuk do të vinte, sepse deri ditën e fundit jepte porosi për çështjen e muzeumit. Dhe në fakt janë dy momente që, si thua, të fundit. E para ishte një drek që unë me Shkrelin e ftuam dhe ai nuk e erdhi dot sepse po mbyllte disa gjëra. Edhe të dyve na ka ngelur, si thua, pak pishman që ai s'na erdhi në atë drek. Dhe pastaj kur ishte në Gjermani unë i bëra një telefon sepse gjeta disa dokumenta gjermane në Amerikë, po diskutonin çështje historike, domethënë. Edhe sa po të kthehem, tha mua aman mi sill ti shikoj, se jam shumë kurioz për këto, sepse unë mendova që do ishin me interes për muzeumin. Kështu që deri momentin e fundit që ai tynte në sallë, as e kishim menduar ndonjëherë që ai nuk do të kthej. Dhe të gjithë ne as e menduam ndonjëherë që nuk do të kthej, dhe ato lajmet në media iku erdhi, ishin një lloj, si thua, për ne nuk folëm sepse shpresonim shumë që ai të zgjohej nga i gjumi që u fut, dhe fatkeqësisht nuk u zgjoa dot më. Lamja ka qenë një njeri i cili ishte shumë i apasionuar për historinë, trashëgimin, kulturën, po themi medaljet, veshjet, kostumet, qoftë ato ushtarake, qoftë të tjera. Edhe si një njeri i ditur, siç janë shpesh të diturit, si ai, ishte shpesh edhe cinik, kishte edhe sarkazëm, kishte një mundje të hollë që unë shpesh e krahasoja disi edhe me Konicën, për atë
atë pasqyrën që i vinte shoqërisë shqiptare përballë për gafat, për problemet, për mënyrën se si ne e menaxhojmë jetën tonë, shoqërinë tonë, shtetin tonë. Tani një mungesa e lames, çfarë do t'i japi publicistikës ose mendimit publik në Shqipëri, Auron? Lame ishte një ekscentrik i rrallë, ai edhe me rrobat e trupit shperzi, ti e njeh besoj mjaft mirë se ke qenë pjesë e jona. Si çdo ekscentrik i rrallë, edhe mendja e tij ishte shumë interesante në mënyrën se si shikonte pjesën e kulturës shqiptare. Ai kishte një veçori shumë interesante, do thosha, unë si kolonial që ishte, e zona nga më patriotët në Shqipëri, ishte jashtëzakonisht shumë patriot jashtë, si thua, debatit shqiptar për të mbrojtur kulturën shqiptare, por brenda pastaj kulturës shqiptare ishte nga kritikuesit më të mëdhenj, më të holl. Pra ishte gjithmonë i dyzuar. Ndoshta një nga ato gjëra që ne na ka bërë kaq miq ishte pikërisht ky dyzim. Pra kur diskutojmë për kulturën shqiptare e mbrojmë, po kur jemi brenda e ironizojmë për ato që për ta përmirësuar, sepse mbase kjo është ajo që disa njerëz ikin të pakuptuar kur kritikojnë për të përmirësuar. Shiko, se vërtet njerëz si Lamja janë të rrallë, me gishta mund t'i numërojmë, të cilët kërkojnë të përmirësojnë kulturën shqiptare dhe shoqërinë shqiptare, por kur e gjejnë plot gabime, plot hipokrizi, plot si thua falsitete. Por fundit duam apo s'duam ne i përkasim kësaj kulture, kështu që sigurisht ne do të donim që kjo kulturë që ne i përkasim t'ishte më e mirë, më e arirë, më e ndriçuar, dhe sigurisht jemi kritikues të kësaj kulture që ne jemi pjesë dhe përfaqësojmë. Kështu që dhe Lamja në një farë mënyre, pikërisht këtu ishte dyzimi i tij dhe mos kuptimi, do thosha unë, i njerëzve në përgjithësi ndaj Lamës, kur Lamën e kanë parë thjesht si një shtetar, pra një funksionar publik, dhe ndoshta i kanë veshur atij dhe shumë si thua mëkatet që merr përsipër funksionari publik. Por Lamja në fakt ka qenë i dashuruar dhe i pasionuar i jashtëzakonshëm i kulturës dhe trashëgimisë shqiptare. Pra vetëm ne që kemi qenë pranë tij e kemi njohur atë, si thua, pasionin e thellë që ai ka pasur. Kështu që varet pastaj nga këndvështrimi, miqtë e ngushtë të tij e dinë se kush ka qenë ai në të vërtetë. Auron, sot që ai ikën, duke na lënë pas një trashëgimi të madh të koleksionit të tij, por edhe të mendimeve të tij që kanë qenë publike, të shkrimeve, artikujve, publicistikës, shpirtit reagues, shpirtit kritik, dëshirës për të parë një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri më të mirë. Çfarë mesazhi na jep ai me ikjen e tij, sepse siç thon diplomatët, ka një pyetje edhe për ata që ikin. Cili ishte mesazhi që japin edhe kur ikin? Unë nuk e di, thash dhe përpara që ne miqtë e tij të ngushtë, si thua, do ta kujtojmë gjithmonë si pjesë. Unë për shembull tani që po vija këtu te akademia, rrugës, më bëj sikur do ta takoja të shkallë, do fillon prap debatin që kishim në fundit, kështu që do na mungoj shumë, mendoj unë. Faleminderit. Faleminderit. Po, Fatmira, faleminderit.